Në mbrëmjen e nxehtë të 12 shtatorit 98, Tirana u trondit nga krisma që shënoi fundin e një epoke. Në hyrje të selisë së Partisë Demokratike, në mes të bulevardit, ra për tokë Azem Hajdari. Vrasja e Azem Hajdarit nuk ishte një krim i zakonshëm. Ishte një akt politik, një mesazh, një shkundje e shtetit. Në atë kohë, Shqipëria ishte ndarë në dy pjesë. Në njërën anë, Sali Berisha, ish president, lider i Partisë Demokratike, që kërkonte rikthimin në pushtet pas trazirave të vitit 1997. Në anën tjetër, Fatos Nano, kryeministër socialist, që përpiqej të stabilizonte vendin në mes të kaosit dhe armiqësive të vjetra. Tensioni ishte i padurueshëm. Në Tiranë, në çdo kafe, në çdo zyrë, ndjehej aroma e gjakut që po afrohej. Por, për ta kuptuar vrasjen e Azem Hajdarit, duhet të kthehemi pak më herët, në Tropoj, në tokën e hekur të Veriut, ku filloi gjithçka. Atje ku politika u përzie me krimin, ku miqësia dhe armiku ndaheshin nga një pushk. Në Tropoj, sundonte familja Haklaj, një emër që për disa përfaqësonte rendin, për të tjerë frikën. Në krye të saj ishte Fatmir Haklaj, ish oficer policie, njeri i egër, i drejt për drejt, me lidhje të thella në strukturat e shtetit dhe të policisë. Në vitet pas në 97, Haklajt kishin fituar ndikim të madh në veri, duke u përplasur hapur me njerëzit e Sali Berishës. Mes Berishës dhe Haklajve kishte lindur urrejtja. Azem Hajdari, deputeti PD-s dhe besnik i Berishës, ishte kthyer në figurën më të zëshme të opozitës. Ai sulmonte publikisht qeverinë, por edhe kundërshtarët e brendshëm. Në verën e vitit 98, ai kishte bërë disa udhëtime në Tropoj. Disa thonë se kishte shkuar për t'u pajtuar me Haklajt, të tjerë për t'i paralajmëruar. Në një nga takimet e fundit, Azemi dhe Fatmir Haklaj u pan bashkë në një lokal. Sipas dëshmitarëve, takimi përfundoi në tension. Disa ditë më vonë, në Tropoj, shpërtheu një përplasje me armë midis njerëzve të Azemit dhe atyre të Haklajve. Nga ajo ditë, mes tyre kishte vetëm një fjalë: hakmarrje. Në mbrëmjen e 12 shtatorit, Azemi sapo kishte dal nga selia e PD-s pas një takimi të tensionuar. Në hyrje e priste besnik Qerja, truproja e tij dhe disa bashkëpunëtorë. Në krahun tjetër të rrugës, një makinë Benz e zezë ndaloi. Prej saj zbritën 3 burra. Njëri prej tyre, Izet Haxhia, ish truproja personale e Sali Berishës, do të rrëfente më vonë se kishte paralajmëruar Azemin. Mos dil sonte nga selia, ka urdhër për ty. Por, Azemi nuk dëgjoi, ishte njëri që nuk i trembej askujt. Ecte mbrejt rrugës dhe në atë moment plumbat shpërthyen. Breshëria automatiku përshkoi ajrin. Azem Hajdari u rrëzua në tokë, pranë derës së selisë që dikur kishte ngritur vet. Në pak sekonda, Tirana u kthye në kaos. Lajmi u përhap si zjarr. Në selinë e PD-s shpërthyen britmat. E vran Azemin, Berisha tha. Ky është krim shtetëror. Por, kush e vrau vërtet? Hetimet që pasuan ishin një labirint pafund. Prokuroria arrestoi disa persona nga Tropoja, ndrec e Klement Kolgjini, muj e Fatmir Haklaj, të cilët akuzoheshin si organizator të atentatit. Por, në çdo proces gjyqësor, gjurmët çonin më lart, drejt politikës. Në shumë dëshmi, përmende emri Izet Haxhias, njeri që kishte qenë krahu i djartë i Berishës dhe që më vonë do të arratisej në Turqi. Nga azili i tij, Izet Haxhia mendohet se thoshte publikisht: vrasjen e Azem Hajdarit e urdhëroi vetë Sali Berisha. Ai e konsideronte kërcënim. Deklarata tronditi vendin, por drejtësia heshti. Berisha e quajti shpifje dhe fajsoi për vrasjen bandat e Haklajve, të cilët sipas tij kishin lidhje me strukturat e sigurimit të shtetit dhe me ish komunistët që donin destabilizim. Në vitet që pasuan, vrasja e Azem Hajdarit mbeti plagë hapur. Në Tropoj, familja Haklaj mohoi çdo përfshirje. Ata thanë se ishin kurth politik, një justifikim për t'i shfarosur. Në fakt, me njëherë pas vrasjes, filloi gjuetia. Në vetëm pak muaj, u vran 3 vëllezër Haklaj, Shkëlqimi, Ylli dhe më pas vet Fatmiri. Një luftë pa gjyq, ku askush se dinte më kush po hakmerrej ndaj kujt. Nëse e shikon nga lart, vrasja Azem Hajdarit s'ishte thjesht eliminimi një njeriu, ishte goditja e parë e një zinxhiri politik që tronditi shtetin shqiptar. Në një anë, politika që donte pushtet me çdo kusht, në tjetrën, familje që kërkonin drejtësi me armë. Mes tyre, një popull që humbi basimin tek shteti sepse drejtësia s'u bë kurrë. Sot, pas më shumë se 25 vitesh, askush nuk di saktësisht kush qelloi. Gjykatat kanë dhënë vendime të pjesshme, fajsuar disa ekzekutorë, por asnjëherë urdhëruesit. Dëshmit mbeten kontradiktore. Disa thonë se vrasja ishte hakmarrje Haklajë ndaj Berishës për ngjarjet në Tropoj.
Të tjerë besojnë se Azemin e vran njerëzit e vet, sepse kishte filluar të fliste shumë, të dilte jashtë kontrollit. Por, pas atij emri, fshihet një mister që Shqipëria nuk guxon të hapa. Askush se pranon, por të gjithë e mendojnë atë emër.